Ne nuk duhet të frikohemi në asnjë mënyrë të bëjmë mamografi dhe ne nuk duhet të mburremi se nuk kemi qenë asnjëherë te mjeku, se kjo është gabim. Dhe të themi se te mjeku shkojmë vetëm atëherë kur kemi probleme, pra atëherë kur kemi probleme të cilet nuk mund t'i zgjidhim vetë. Por kjo është një metodë që e ndihmon shumë do të zbulimin e hershëm të sëmundjes, është realisht një lloj parandalimi dhe bën që pacienti, qytetari, i cili e ka këtë problem, sëmundjen ta ketë gati të shërueshme ose plotësisht të shërueshme nëse është në stadin 0 me një intervenim mjekim të vogël kirurgjikal. Meqense vendet e Evropës me metodat e screeningut, shumica sëmundjeve maline të xhirit gjenden në fazën e hershme 0, 1 ose 2. Në Kosovë, për fatin tonë të mirë, po jo të mjaftueshëm, do të ne gjejmë sëmundjet maline të xhirit në stadin e parë dhe dytë në 50%, derisa para 5-6 viteve ka qenë kjo më e ulët, ndër 40% ose 30% janë zbuluar stadin e parë dytë.